Tregon një fakt. Sot të gjithë shqiptarët e dinë kush është Altin Numani. Altin Numani nuk lindi dje. Altin Numani nuk u bë prokuror dje. Ka qenë prokuror me vite të tëra. Asnjë nuk e njihte. Asnjë nuk e njihte. Askush nuk dinte që Altin Numani ekzistonte dhe Altin Numani kur më parë nuk kishte thirrur ndonjë politikant i thoshte hajde këtu në çik na trego si ke bërë këtë, si ke bërë atë, e lë pastaj të ndrinte akuza etj etj. Pse? Ai është ai që ishte një njeri i ndershëm dhe i drejtë, por nuk kishte shpatën, sepse drejtësia nuk e kishte shpatën, sepse shpatën e mbanin ata që ishin në zyrën e kryeministrit, shpatën e mbante Bufi Kënetës që e përdori për të futur në burg Fatosnanon. Dhe sot ne të gjithë të shmojmë punën e Spakut, por mos harroni që ajo punë është bërë e mundur vetëm duke i dorëzuar drejtësisë pushtetin e vetë pavarur dhe ajo punë nuk do të përmbyset, po do të thellohet dhe Shqipëria do të bëhet një vend i denj që do të garantojë barazi para ligjit për gjithë vetëm nëse ne e bashkojmë flamurin kuqezi me flamurin e Europës dhe fusim Shqiponjën brenda atyre yjeve që nuk e prek dot më asnjë buf Kënete nga të cilët Shqipëria ka nxjerr plot edhe në